Drama e Big Brother VIP Albania 4 vazhdon të mbetet një nga temat më të nxehta në rrjetet sociale dhe kësaj here në qendër të vëmendjes është vendosur reperi Xhibani. I ftuar së fundmi në një podcast, ai ka bërë disa deklarata të forta që kanë shkaktuar reagime të shumta në publik. Teksa komentonte eksperiencën e tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Xhibani foli edhe për raportin me Jozin dhe Gjestin, duke rikthuar debatet e vjetra mes ish-banorëve. Reperi u shpreh se Jozi ishte një nga lojtarët më të fortë të atij edicioni, madje e krahasoi me fenomenin që krijoi dikur Luizi, por ajo që mori më shumë vëmendje ishte deklarata e tij për votat nga Kosova dhe ndikimin që sipas tij pati Gjesti në rrjedhën e lojës. Pikërisht, Gjesti ishte personi që ndryshoi fatin e garës për të dhe Jozin, duke u ndërprer rrugtimin drejt finales. Deklaratat kanë ndezur rrjetin, ndërsa fansat janë ndarë në dy kampe, ata që e mbështesin dhe ata që e kritikojnë.